Ndarja nga jeta e Artan Lames dhe Lia i shpreh ngushëllimet familjes, mik i vyer do t'ju mungoj shumë të gjithë atyre që patëm fatin ta njohin. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i ka shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta në moshën 58 vjeç të ish kreu të kadastrës Artan Lame. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Velia i ka ka ngushëlluar bashkëshorten e Lames dhe familjen e tij, ndërsa shprehet i pikulluar për lajmin e hidhur, i pikulluar nga lajmi i ndarjes nga jeta i Artan Lames, një mik i vyer që do t'ju mungoj shumë të gjithë atyre që patën fatin ta njohin dhe të punojnë me të. Tani ishte një qytetar i angazhuar, një profesionist i jashtëzakonshëm dhe mbi të gjitha një njeri me shpirt të madh. Ai dha shumë Tiranës dhe Shqipërisë si publicist, koleksionist, nën kryetar i bashkisë si mendje lirë dhe kritike, gjithmonë në shërbim të qytetit dhe të së mirës së përbashkët. Ngushëllime bashkëshortes Mirela, fëmijëve Lisja dhe Arbis, familjes dhe miqve për këtë humbje të rëndë, shkruan kryetari i bashkisë në rrjetet sociale.